Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë, nëse vuani nga artriti, mos i fusni në gojë këto 8 ushqime. Artriti reumatoid është një sëmundje rëndë inflamatore e karakterizuar nga dobësimi i nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prek gati 1% të popullatës botërore. Mund të shfaqet në çdo moshë edhe pse të dhëna të ndryshme kanë treguar se personat më të rrezikuar i përkasin moshës nga 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është se femrat rrezikohen 3 herë më shumë se sa meshkujt që të shfaqin artrit reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoinflamatore e shkakton deformim të dukshëm të kockave dhe gjithashtu mund të shkaktojë edhe kufizime dhe aftësinë për të lëvizur. Në këtë video, sipas zbrejt saj, do ju njohim me ushqimet që nuk duhet t'i hani ose t'i reduktoni në rast se vuani nga artriti reumatoid. Nën produktet e qumshtit. Pjesa më e madhe nën produkteve të qumshtit përmbajnë në kaezin, një lloj proteine e cila shkakton inflamacion. Studime të ndryshme kanë treguar se kaezina i irriton indet që rrethojnë në nyje dhe shkakton dhimbje dhe inflamacione të tyre. Vaj i misrit. Vaj i misrit përmban nivele të larta të acideve yndyrore omega 6. Këto të fundit çekuilibrojnë balancën e acideve yndyrore omega 3, duke shkaktuar inflamacione të nyjeve. Hiqni dorë nga vajrat si vaji i farave të rrushit dhe vaji i sojës. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të nyjeve. Një studim i vitit 2009 arriti në përfundimin se ushqimet e skuqura dhe të përpunuara përmbajnë një toksinë të quajtur glication, e cila ndikon drejt për së drejti në oksidimin e indeve lidhëse të nyjeve dhe në qelizat të tjera trupore. Kripa. Nëse e teproni me sasinë e përditshme të kripës, trupi mbledh sa më shumë ujë dhe si pasojë rritet presioni i enëve të gjakut. Sa më shumë rritet presioni i gjakut, aq më shumë shtohet dhimbja e artritit. Domatet, patlıxhanët dhe specat. Këto troperime janë shumë ushqyese dhe nuk duhet të mungojnë në shportën tuaj të konsumit, por jo nëse vuani nga artriti. Ato përmbajnë alkaloid me veti proinflamatore që siç tregojnë edhe nga vetë emri i tyre rrisin inflamacionin e nyjeve dhe shkaktojnë gjithashtu dhimbje të tyre. Buka e bardhë. Studimet e fundit kanë provuar se karbohidratet e përpunuara që gjenden te buka e bardhë ndikojnë në formimin e AGEs, të njohur ndryshe si kompozimi i avancuar i glikacionit. Si pasojë këta përbërës ndikojnë në rritjen e inflamacionit në trup dhe shqetësimin e artritit. Yndyrat trans. Yndyrat e prodhuar në mënyrë artificiale mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të nyjeve. Kur blini vaj, përveç çmimit, kushtojini rëndësi edhe etiketës së tyre. Për shembull, vajrat që shënohen pjesërisht të hidrogenizuar duhet të shmangen sepse kanë në përmbajtje të tyre yndyra të pangopura që shpërbëjnë strukturën e proteinës C reaktive. Kujtojmë se kjo e fundit është një proteinë natyrale sekretuar nga mëlçia në përgjigje të inflamacionit siç është artriti ose çfarëdo lloj infeksioni në trup. Vaji i sojës dhe vaji vegjetal. Vajrat vegjetal janë të pasur me acide yndyrore omega 6, ndër acidet yndyrore omega 6 janë të nevojshme për zhvillimin dhe rritjen normale të një njeriu, por dieta standarde perëndimore pritet të jetë shumë e lartë në to dhe konsumi i tepërt i tyre mund të shkaktojë prodhimin e kimikateve proinflamatore. Një studim i vitit 2012, i botuar në Journal of Nutrient and Metabolism, zbuloi se një raport më i lartë i acideve yndyrore omega 6 dhe omega 3 lidhet me një rrezik në rritje të zhvillimit të sëmundjeve kronike inflamatore, duke përfshirë artritin. Produktet e përpunuara. Produktet e përpunuara kanë në përmbajtje të tyre përbërës proinflamator, karbohidrata ose sheqerna të përpunuara, yndyrna artificiale dhe vajra bimor që ndikojnë në përkeqësimin e sëmundjeve inflamatore siç është për shembull edhe artriti. Nëse po vuani nga dhimbjet e artritit, zgjedhja dhe konsumi i ushqimeve të duhura mund të ndihmojë dhe të lehtësojë dhimbjet tuaja. Studimet vazhdojnë, megjithatë shkencëtarët kanë zbuluar se ushqimet të caktuara mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjen e lidhur me artritin. Andrea Dunn, dietolog i certifikuar në Institutin e Sëmundjeve Digjestive të Klinikës Cleveland, ka renditur disa nga ushqimet më të mira të cilat duhet t'i shtoni në shportën tuaj dhe janë efektive në lehtësimin e problemeve të artritit. Xhenxhefili dhe shafrani indis.
Këto erëza kanë veti antiinflamatore dhe studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këto bimë mund të lehtësojnë inflamacionin. Salca. Konsumi i salcës është një mënyrë shumë e mirë për të rritur sasinë e vitaminës C, fibrave dhe antioksiduesve, falë përzierjes së domates, qepës dhe perimeve të tjera. Xhenxhefil dhe shafrani ndije. Këto erëza kanë veti antiinflamatore dhe studimet kanë treguar se përbërësit kimik të këto bimë mund të lehtësojnë inflamacionin. Frutat e thata. Të gjitha llojet e frutave të thata janë të larta në proteina dhe të ulta në yndyrna të ngopura dhe nuk përmbajnë kolesterol, ndryshe nga proteina shtatëzore. Ndryshe nga produkte shtatëzore, frutat e thata janë një burim i mirë i fibrave. Zgjidhni fruta të thata të pakripura për të limituar sasinë e sodiumit në dietën tuaj. Vaj i ullirit. Përpiquni që lloje të tjera të vajit i zvendësoni me vajin e ullirit, i cili ka balanca të mira të acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6. Të dyja këto lloje esenciale të acideve yndyrore. Për më tepër, studimet kanë zbuluar se komponentët e vajit i ullirit, të quajtur oleo kantal, kanë veti të mira antiinflamatore. Molla. Ky frut është i pasur me antioksidant dhe është një burim shumë i mirë i fibrave. Mollët mund të largojnë edhe dëshirën për të ngrënë me zvakte të pashëndetshme. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit gjithashtu kanë në përmbajtje të lartë të antioksidant. Ato janë sidomos të mira nëse po merrni ilaçe për artritin, sepse përmbajtja e lartë e fibrave të këtyre frutave mund të ndihmojnë në lehtësimin e kapsllëkut që zakonisht shkaktojnë këto ilaçe. Çokolata e zezë. Një tjetër ushqim i lartë me antioksidues, ku studimet kanë treguar se mund të lehtësojë inflamacionet. Blini produkte që kanë në përmbajtje të paktën 60% kakao. Vetëm i konsumoni me moderim për të limituar yndyrnat e ngopura dhe kalorit. Çaji i jeshil. I pasur me lëndë ushqyese dhe me antioksidues, çaji i jeshil njihet edhe për uljen e inflamacionit. Studimet e kryera dhe kafshët kanë treguar se ai mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve nga artriti reumatoid. Salmoni, sardele dhe skumbri. Këto lloje të peshqve janë të pasur me acide yndyrore omega 3, ku studimet kanë zbuluar se mund të lehtësojë inflamacionin. Ekspertët thonë se vetëm 2 racione në javë mund të ndihmojnë në lehtësimin e kyçeve. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte mjaft të mira mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin tuaj kundër problemeve shëndetësore. Gjithashtu në dietën tuaj duhet të shtoni farat e linit. Acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 o vitamina E që gjenden te farët e lirit janë ndër elementët më të mirë natyral me veti antiinflamatore që luftojnë pezmatimin e nyjeve. Përmirësojnë aftësinë e trupit për të përthithur lëngje të ndryshme duke siguruar në këtë mënyrë lubrifikimin e duhur të kockave. Drithrat integrale. Edhe drithrat integrale nuk duhet të mungojnë kurrë në tryezën tuaj nëse vuani ose keni në familje një person që ka probleme me artriti reumatoid. Janë të pasur me kompleksin e karbohidrateve, fibrave të tretshme në ujë dhe selen. Këto përbërës eliminojnë toksinat nga organizmi dhe luftojnë inflamacionet e kockave. Frutat e pyllit. Frutat e pyllit si lule shtrydhet, qershit, boronica dhe manaferat janë ndër ushqimet që nuk duhet të mungojnë në regjimin tuaj ushqimor. Këto fruta janë të pasur me antioksidant, përbërës me veti të mira antiinflamatore, të cilët do të sjellin rezultate më të mira dhe do të ulin edhe problemin tuaj të nyjeve. Artriti reumatoid është një sëmundje e rëndë inflamatore, e cila nëse nuk mbahet nën kontroll, mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Dhimbja e cila është e pranishme të artriti është pasojë e proceseve inflamatore, ndërsa substancat e pranishme në ushqim i bllokojnë enzimat të cilat shkaktojnë këtë inflamacion. Vishnja dhe qershit kanë ndikime të mira për shkak të antiocianinave të pranishme në to, ndërsa studimet tregojnë se një lugë në ditë nga lëngu i vishnjave zvogëlon edhe problemin e inflamacionit. Ndaj sigurohuni që të konsumoni ushqime të duhura dhe të ndihmoni shëndetin tuaj kundër inflamacionit të artritit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.